Këtu e kam një reagim, ishte një reagim I tashëm edhe I lëvizjeve vendosje. Po, ministrit... Tani aktivistët LDK-s, ministri në detyri punë të brendshme, deputeti Slexa kishte fotografuar një qytetar. Një sjellje e paheshme do thotë nga se ajo është përfaqësues politik I policisë, edhe nëse ka pasur, megjithëse sipas interpretimit të ekspertëve që para se të vija në studio që arrita ti lexoj, duke ju referuar neneve specifike të ligjit mbi zgjedhje, thuhet që ai qytetar nuk ka bërë shkelje të ligjit, është konform ligjit të ri mbi zgjedhjet, dallim prej ligjit të kaluar, por edhe si kur të ishte, do thotë, ndonjë devim nga normat ligjore mbi mbarvajtjen e zgjedhjeve, personi më I pakti I cili duhet të involvohet në situatat e këtilla I takon ministrit të punëve të brendshme, nga sa është policia e Kosovës, duhet ta kemi qartë, janë funksione krejtësisht të ndryshme, detyrat e policisë, prej detyrave politike në menaxhimin e policisë. Ajo sjellje do thotë ishte një sjellje prej një kapo politik ta quaj kështu. Kapo politik po ndëgjon, një ministër që fotografon qytetar në rrugë, apo kupton, për çka është prokurori, për çka është sistemi. Unë jam I bindur që sot prokuroria është e angazhuar në maksimum, do thot në menaxhim prokurorin. Po në menaxhimin e përcjelljen e situatës, po ashtu policia e Kosovës është në nivel të detyrës, janë organizatat e shoqërisë civile që mirën me monitorimin e këtij procesi dhe do thot në gjitha parametrat jam I bindur që sistemi është duke funksionuar dhe personi I fundit dhe I vetëm I cili do duhet të involvohet në asnjë skena bizare është ai I cili takon një ministri qoftë në detyrë apo qoftë ministër fuqiplot. Ajo është sjellja e një njeriu I pajisur me ndjenjen e pushtetit që e konsideron veten që është arbitër për çdo gjë, edhe prokuror, edhe policë, edhe organizate shoqërisë civile, pra prej atij pozicioni vlerëson se është në gjendje të mbulojë të gjitha segmentet e shoqërisë. Vendosja ka thënë në një komunikat duke reaguar kundrejt LDK-s, e cila ishte shqetësuar, duke thënë si është e mundur një ministër në detyrë, fotografoi një qytetar duke pretenduar se ka shkelje të qartë të ligjit. Vendosja ka thënë të kundërtën. Ka thënë, le ta citoj. Lidhja demokratike e Kosovës ashtu si çdo subjekt apo palë tjetër do duhet të ishte e shqetësuar për shkeljen e ligjit dhe rregullorës qartë të KQZ-s. Vënia në mbrojtje të shkelcëve të ligjit e aqshme shumë e zyrtarëve të saj tregon qartë për qëllimin e këtij subjekti për presion ndaj votuesve, thuhet në takimin e RR-s. Do doja të përfundim vetë ka theksuar me të përkushtuar në mbrojtje të demokracisë dhe drejtës për votë të lirë. Si e në rëndësimin e çdo shkelje. Do doja rrit nëse është e mundur, nëse ke mundësi që ti që komunikat ai referohet se cilit nen dhe cilit paragraf. Jo, është komunikat pamflet politik. Jo, nuk I referohet. Nuk I referohet, po. Nuk I referohet. Thot kështu. 07 po e citon në fakt. Shfaqja e zyrtarëve partijak me emblemat subjektit politik në qendrat e votimit është ndaluar dhe bien me ligjin. Ky ka qenë jashtë qendrave të votimit. Me ligjin për zgjedhjet e përgjithshme dhe rregullorën zgjedhore 07 fraksion 2024 të KQZ-s. Dëgjoj, kur specifikohet, kur thuhet që ka bërë shkelje ligjore sipas nenit kaq të ligjit kaq, përcaktohet qartë ku ndodh shkelja. Kjo është komunikat politike, dhe është vish një lloj përpjekje për ta mbrojtur në vend se të kërkoj falje për sjelljen e paheshme të përfaqësuesit të saj politik, vendosja me këtë qasje zhytet edhe më tepër në mbrojtje të paligjshmërisë, të sjelljes së palishme të ministrit në detyrë sfeshta. Unë jam I bindur që do të kjo sepse ka qenë jashtë ishte jashtë unë I lexova se unë shkollës fillore Fajkonisa. Kur jap gjykim politik për këto tema, zakonisht I referohem opinionit të atyre që janë më të pavarur dhe që nuk I takojnë asnjërit prej kampeve politike, që nuk I takojnë asnjërit prej kampeve politike, edhe reagimi im këtë rast nuk ka të bëjë që është I bazuar as në qëndrimin e lidhjes demokratike të Kosovës, as në lëvizjes së vendosje, por për aq sa munda të lexoj para se të vija në studio të organizatave të cilat merren specifikisht me monitorimin dhe që e bën të ditur që veprimet e aktivistit të lidhjes demokratike të Kosovës nuk ishin nuk binin ndesh me ligjin e ri për zgjedhjet. Me lejo ta nxjerr këtë foton edhe për regjin. Ja, shiko, është kjo afrose, mund të lëvizësh pak. Shikoj, për ta parë në kohë reale. Kjo është zotë Sveshka. Është jashtë vendit të votimit, që e fotografon me telefon. Ky është qytetari tjetër. Është video taksative plot, pa shkputur. E para fotografimi me telefon pa autorizim
është ndaluar me ligj. Është. E para, do të thotë, kjo është shkelja e parë ligjore që ka bërë Po. ministri Sveshla, e dyta Po është habitshme si nalet i ministrit kjo është e paprecedent, pra po tham, është e paprecedent në historinë politike të Kosovës që një ministër vetë do thotë ta marr ligjin ta bëj dorë, atë? vetë ta marr ligjin dorë, Cila po është demonstroj arsyeja forcë, në po gjykimin tonë? dëgjoj, po në gjykimin tim do thotë vu nga mania e demonstrimit të forcës së të autoritetit politik. Vu nga mania e demonstrimit të forcës së të autoritetit politik duke i tejkalu kompetencat e tij ministrore. E vetmja detyrë sot e ministrit Sveshla është vetëm të informohet se si policia e Kosovës po e mirëmban rendin dhe ligjin sa i përket si po e mirëmban rendin dhe ligjin sa i përket procesit zgjedhor dhe nuk ka asnjë detyrim dhe asnjë kompetencë tjetër. Pra kjo është qartë, thash një imitimi një sjellje të një kapo politik dhe nuk kam se si ta definoj ndryshe. Në përgjithësi vlerësimet e institucionit zbatuese të ligjit deri tani në terren flasin se zgjedhjet po shkojnë sipas standardeve të një procesi të lirë demokratik që garanton një proces lirë demokratik. Natyrisht ata janë në terren për të penguar, për të prevenuar çdo që pengon procesin e votimit, çdo që minon këtë proces të rëndësishëm politik dhe sipas informacioneve tona në terren aktualisht prokurorët dhe policia po mbarojnë punën e tyre, janë të vëmendshëm dhe përkushtuar që mundsojnë një proces të lirë e demokratik politik afre. Absolutisht, ne pamë edhe në fushë Kosovës se nuk di tash ku ishte, do thotë ishin në disa Elda ma dërgoj një informacion kolege nga Desko, një person fotografon votën në fushë Kosovë, refuzon të afshi, nuk e di pasfortin se nuk është telefoni, më ka thënë. Edhe dy persona tjerë janë parë në një vend votim të fushë Kosovë, ka kësi rase do të ketë, unë jam i bindur policia tani kryesuesi i vend votimin në shkollën ku ndodhi rasti në fushë Kosovë ka bërditur se dy rastet bëhet fjalë për fotografim të votës, i ndaluar natyrisht. Një nga persona që ka fotografuar voti ka refuzuar, çush e thash më herët me fshija, sipas dhënave ka thënë ky zyrtari i qendrës së votimit, sipas të dhënave, sepse kemi qenë edhe ne sot aty, telefoni ka qenë i huazuar. Kur e ka fotografuar nuk ka qenë telefoni personal. Tani këto janë justifikime, por janë çështje institucion zbatuese të ligjit. Unë besoj që deri në fund mund të kemi devijime të kësaj natyre, urojmë që mos e cenojnë në totalin e madh, mos e cenojnë, do thotë, marrvajtjen e procesit, manifestimin e vullnetit të lirë demokratik, mos ta deformojnë manifestimin e vullnetit të lirë demokratik të qytetarëve të Kosovës në ato komuna ku po votohet dhe që të ruhet një traditë realisht ndërtuar ndër vite, një traditë ndërtuar ndër vite sa i përket respektimit të standardeve demokratike në organizimin dhe mbarvajtjen e proceseve zgjedhore, që në këtë drejtim në aspektin teknik, mos flasim për politik, nga se në aspektin politik atë që qytetarët e kanë realizuar me përkushtime devotshmëri demokratike, politikanët janë duke partitë politike janë duke abuzuar, nga se qytetarët edhe në zgjedhjet e nënshkurtit kanë votuar që të institucionet dalin të krijojnë institucione të reja, mirë po ne jemi në një blokadë në këtë drejtim. Dhe siç isha duke e analizuar, është njëra prej arsyeve kryesore dhe madhore që këto zgjedhje i ka bërë tejet specifike dhe atmosferën e ka bërë tejet tensionuese në dy retorikën, në dy sidomos në dy qendra të mëdha urbane, për shkak nga se rezultatet e tyre sot në orën 17 një farë mënyre do të definojnë, do të përcaktojnë panoramën politike të Kosovës.